Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, salavatët dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në javën e kaluar ja arritëm në pikën se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së gjyshit të tij, Abdul Muttalibit, transferohet në shtëpinë e Ebu Talibit me vasjetin e Abdul Muttalibit. Do thot jetimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi që mbetet pa non, mbetet pa bab, pa non, pa gjyshin e vet, pa babën plak të vetin, nën përkujdesin e tij e merr migja i vet, Ebu Talibi, i cili përmendet se njëjtë sikur se baba e vet Abdul Muttalibi, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka respektu më shumë se djemtë e vet, e ka nderu më shumë se djemtë e vet, i ka bëu hizmet dhe sajgi më shumë se të vetëve që i ka pas. Që do të thotë se edhe më herët ka ekzistu dhe ka qenë prezente kujdesi dhe përkujdesi ndaj jetimit, që është mundu boshllokën e babës së vet ta përmbush migja e vet duke përkther, duke i dhënë do të thotë privilegje dhe përparësinë mesin e djemve të vet. Duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e Ebu Talibit, migjes së vet, i cili Ebu Talib 40 vite prej këtij momenti është kujdes për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do thotë deri në moshën 48 vjeçare, Ebu Talibi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas nën për kujdesin e vet. Kur e ka marrë shtëpinë e vet, i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 8 vjet. Kur i vdes baba plak, gjyshi Abdul Muttalibi. Edhe 40 vjet mas kësaj, Ebu Talibi, migja e vet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nën kujdesin e vet. Rastet që kanë të bëjnë me Ebu Talibin, si i ka dalë kraj nipit të vet, janë të shumta. Edhe pse shishoni, Ebu Talibi ka vdekur si jo musliman. Ka vdekur si jo musliman. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë herë ja paraqiti Islamin, 8 vjet si pejgamber jetoi me Ebu Talibin bashk, ama Allah azza nuk ja çeli zemrën që ta pranojë nurin e Islamit. Edhe vdiq si jo musliman. Ebu Talibi nga dashuria e madhe që kishte ndaj nipit të vet, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ban 12 vjet, i thot: "O bir, o nip, hajde se jam të shku në Sham, në Siri, me bo tregti, tijaret, hajde me mu me bo shoqni." Nga dashuria e madhe që kishte ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo se ju dashke ai me veti, sepse vet ky tregim tregon se ai s'ka kon zor për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që më ndihmu, se dikush mundet me këtë komentu me thonë se jetimin e ka marr hamall. Ja, përkundrazi, jetimin e ka marr veç për ta dashur Allah më shumë, për ta nderuar Allah më tepër. Jo se ka qenë zor për te, jo se ai ka mujtë me kry apo me mbaru ndonjë punë. Ebu Talibi rrugës çfarë ndalen me një vend. Ndalen me një vend që është para hyrjes në Sham, që ai vendi deri në ditën e sodit është i njohur, është në periferi të Shamit, diku 40-50 kilometra, mos gabofsha. Ndalet në advent për me pushu. Thot Ebu Talibi, në advent ka qenë një prift që ka pas emrin Buhajra, apo në disa libra të krishterëve përmendet emri i tij Gjorgjis apo Gjurejgjis apo Buhajra, se përmendin dhe thot në për historinë shumica e librave islame. Këtë për përmendin nga se këtë fakt e gjon edhe në librat e ehli kitabëve, sepse vetë ki prifti ka tregu ki popi, se popa ka prift, ma mirë për thamu në pop se ma mirë e dim lafi. Ki ka qenë pop në atë zamanin e vetë, në fejnë e vetë. Ky, thot Ebu Talibi, kur s'ka dalë me na prit rrugës, asë njëherë. Thot që këtë herë, në që këtë uftim, ta mam dëshëm me kalu pranë kishës të ti, atë vendit të ti, ku a i ka bërë të lutjet e veta, thot dull nudh me na prit, edhe na tha, hajde bëjram. Ebu Talibi tha, prej fillimit u habitëm,
Çka e gjetë këtë priftin shtash, neve me na thonë edhe bërëm kur s'na ka thonë as me raba. Kur s'ka dal as me na këshirë, ajo me na prit. Edhe thot Ebu Talibi, më njëherë shkoj dhe e kapi për dore Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pa e njoh, pa e ditë se e ka emrin. Pa e vetë kush është fëmia, i kujna është, çka është, hiç, ta shkoj e kapi për dore. Edhe tha i prifti, tha, ky djalë është zotriu i pejgamberëve. Ky do të jetë vula i pejgamberëve. Kjo është ai pejgamberit cilën jemi duke e prit. Ato i thanë, pse, pika e ditë e ketë? Tha prifti, po ju a jeni në vetë mëre. A ish nuk shirë një rrëdhë vetës? Nuk ka gur e drun gjatë udhës duke ardhur prej Mekës në këtë drejtim, i cili gur dhe drun nuk i ran sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk jo përkul pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se edhe drunjt edhe gurzit e njoftin pejgamberit dhe vetëm pejgamberit i përkulen. Edhe ai pa e ditë ja çoli shpinën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha, nuk e shihni ju këtë shenjën e pejgamberllëkit? Tha, ky nishoni që është me shpatave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pjesën e poshtme, tha, sikur se molla e rumbullakt, tha, kjo është nishan se kjo është vula e pejgamberëve. Tha, ai se keni pa këtë djalë se çfarë djali është me veti. Tha, dëgjoni, këtë djalë merr në munjer kthenen në Medinë, kthenen në Mekë, kthenen në Arabi, atë pika keni as. Sepse romakët që jeni duke shkuju në Sham, sepse Shami në atë zaman ka qenë në dorën e romakëve, thanë sepse romakët këtë pejgamber janë të prit me ardhë nga mesi tëmve. Ata e presin pejgamberin me dal nga mesi tëmve, me marrë vesh se ka dal pite arabt, pite beduinet, më njerë kanë me vra prej natit. Më njerë thanë kanë me vra prej natit. Derisa përmenden në disa transmetime se disa shejtan, disa e gjine magjistarëve të romakëve va kanë çu lajmin se ajo është aty dhe mbreti i romakëve të atij zamani ka dhënë urdhër më njerë që në ekspedicion një grup ushtarësh të nisën ta kapin dhe ta vrasin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam aty për aty, por Ebu Talibi e ndëgjon llafin e priftit. E ndëgjon llafin e priftit. A dini pse? Sepse gjithë e dinin se ky djalë është i veçantë. Ata s'dishin mi thonë pejgamber, sepse ishin mushtrik. Ata as Biblën, as Torën, as Teuratën nuk e lexoshin. Edhe nuk dishin llaf diçka që e ka emrin pejgamber. Por e dishin mirë se ki ka diçka të veçantë që se kanë tjerët. Edhe Abu Talibi për këtë shkak, kjo është edhe argument. Ju tha do të djemve, merrni shpejt ta ktheni në Mekë. Ma ka dhënë disa djemve të ri që ta marrin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më një herë ta kthejnë në Mekë, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpëton nga vrasja e romakëve dhe shpëton nga kjo sprovë e madhe. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në moshën, do të thotë në këtë moshë, kthehet në Mekë, merr pjesë në luftën që e ka emrin lufta e Fuxharëve. Kjo luftë e ka emrin lufta e Fuxharëve, që ka ndodhur në këtë zaman. Lufta e Fuxharëve apo lufta e të prishmive, e harambashave, kështu manane ka. Këtë luftë e kanë quajtur lufta e Fuxharëve nga se këtë luftë e kanë bë thuhet që në muajin Dhulqaida. Kurse muaji Dhulqaida na e dim se është muaj i ndalum, është muaj i madh. Është muaj i madh. Dhe arabët e patën nis dhe të dy fiset e mëdha me zvete këtë luftë të madhe, dhe ato kryesorët ishin në këtë luftë fisi Quraysh, që ishte do të thotë fisi dominues në Mekë, edhe fisi Kenane, edhe fisi Qais ibn Alan. Do të thotë fisi Quraysh me fisin Qais, kurse me fisin Quraysh u patbo do të thotë alat edhe fisi Kenane që me e bo këtë luftë. Dhe ajo që është
realitet është se në fillim të ditës Fisi Kurejsh e humb fushbetejën, në fillim të mbrëmjes thuhet që e fiton do të thotë fushbetejën, dhe më në fund ndërhyn njerëzit e mençëm të Mekës dhe të urtë, edhe çfarë bëhet një marrëveshje me ekstremeve difyse, ku thuhet më mas kësaj nuk është prish kjo marrëveshje. Vazhdojmë me pjesën tjetër të ligjëratës, ku ka të bëjë me premtimin dhe marrëveshjen që është bërë mesin e Mekasve, ku do të vazhdojmë me lenin Allah në xhumën e ardhshme. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.